Ne kemi kërkuar, siç e dini ju, dhe kemi kërkuar një hetim shumë me interes për shqiptar dhe komunitet ndërkombëtar, pasi ekzistojnë dyshime dhe dhëna të pamohueshme për transporte me çartën e Edi Ramës të ngarkesave shumë të dyshimta. Këtu i kam denoncuar, sapo jam informuar, ka burime të cilat thonë se valixhet diplomatike të Edi Ramës me charter janë më voluminoze dhe më numerike se të gjithë qeverive të Europës të marra së bashku. Po, për të mos thënë pastaj se ka zëra të tjerë që me charter kanë udhëtuar edhe persona të rrezikshëm shumë të kërkuar. Atëherë, ne kërkuam një komision hetimor parlamentar për këtë. Ai u mbrojt nga majoranca e krimit, pseudo-majoranca e tij. Ne prap do kërkojmë. Ne do kërkojmë sepse dhe do kërkojmë dhe mbështetje ndërkombëtare për të hetuar si këto shpenzime, ashtu dhe baulet diplomatike, se kur udhëton kryeministri zakonisht udhëton me valixhin e tij, por në qoftë se ka një seri të pafund me baulesh, atëherë aty thuhet se është transportuar. Janë trafiqe ilegale, monedhash, droga, apo ku ta diu, nuk mund të them se duhet hetimi. Po të dhanat i kam absolutisht shumë të qarta. Të dhanat, informacionet.